Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndrojmë Allahun, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Kitabu at-Tahara, kapitulli i pastërtisë, temat në lidhje me evitimin e gjërave të papastërta. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما transmetohet nga Asma, vajza e Ebu Bekrit, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. Të këtë thënë se në lidhje me gjakun e ciklit që bjen në rroba. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma. Ajo duhet të fërkohet apo të gryhet, thumma taqrusuhu bil ma, fërkohet me ujë, thumma tandahuhu, pastaj të pastrohet me fuqishëm, thumma tusalli fihi, pastaj të falesh me atë rrobë. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh, Buhari dhe Muslim. Thot Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi dam al-hayd. Fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam lidhje fjala e pejgamberit e sam në lidhje me gjakun e ciklit që prek rrobën. E para, cikli është, gjaku është ai damun tabi'iyya wa jibilatun yurkhihi ar-rahmu idha balagat al-mar'u سن البلوغ سن المحيض واستعدت للحمل. Ai është një gjak i natyrshëm që rrjedh nga mitra e femrës kur arrin moshën e pubertetit dhe është pranë moshën që mund të lindë. Thot sheikhu, ky është një gjak i natyrshëm, nuk është i jashtëzakonshëm diçka që lidhet me ndonjë shtrëngullim apo me smundje të femrës, por është tamam i natyrshëm që rrjedh nga mitra. Dhe përmend hadithin që të Aishës radiallahu anha, kur ka qajt pranë momentin që i ka ardhur cikli, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka njoftuar që hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam mundu khuliqna. Ky është gjak që ka caktuar Allahu që të kenë bijat e Ademit alayhi salatu wassalam, pra që nga krijimi i tyre. Këtu ka tre çështje. Gjaku i ciklit i cili e prek rrobën, teshat, sado që t'jeti vogël dhe pasi që teret, ai duhet të gryhet. Tahuttuhu thumma tandahuhu, pastaj të fërkohet me ujë, thumma tandahuhu, pastaj të pastrohet mirë me ujë. Më tej ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe më tej duhet faleni me atë rrobë. Pastaj të faleni. Min fawaid hadha al-hadith, nga dobit e këtij hadithi, thot Sheikh Uthejmini, anna damul haydhi najis. Gjaku i ciklit është i papastër. Gjaku i ciklit është i papastër. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka përmendur këto tre çështje, më tej ka thënë duhet më tej të falinin në ato tesha. Mimma yadullu ala annahu najis, pra kjo është argument i qartë që gjaku i ciklit është apo i menstruacioneve është i papastër. E dyta, annahu la yu'fa an yasirihi, nuk falet, pra nëse është gjaku pak, pra me rrobën me të cilën prek cikli, nuk duhet falem, edhe nëse është një pjesë sado që e vogël, sepse është përmend pra në mënyrë strikte, në përmend të tre mënyrat të pastrimit dhe aludon në që duhet, sado që t'jetë e vogël, e madhe, pak shumë duhet pastrohet. Thot Ibn Uthaymin rahimahullah, wa amma baqiyatu ad-dima fal qawlu ar-rajihu fiha, përveç këtij gjaku, të gjitha llojet e gjakut, pra gjaku i njeriu që del i natyrshëm, është qoftë i mashkullit, qoftë i femrës, gjaku që përjashtohet që nuk është gjak i ciklit, thot mendimi saktë është se është i pastër. Pra, nëse një pjesë e trupit, pra del në një pjesë e gjakut dhe
mund falesh me atë tesh, me atë rrobë. ad-dima'u al-kharijatu min al-insan laysat binajis. Gjaku që rrjedh nga trupi i njeriu nuk është nejis, nuk është i papastër. Po ashtu, prej dobive që i përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah, thot nga kjo kuptohet, nga ky hadith kuptohet që thjeshtësia që kanë pas shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kanë pas gjeneratat e para që rroben me të cilën pra është prek qoftë cikli apo në hadithet e mëhershme që i kemë përmend është prek sperma, me atë robë kanë pas rujën falë, me atë robë kanë përgatitur ushqimin, me atë robë domethënë kanë ndajt gjatë shtëpisë, pra gjatë qëndrimit në shtëpi, me atë robë kanë prit musafirët. Dhe përmend Sheikh Uthaymin rahimullah, përderisa në kohën tonë ne jetojmë, pra i ndrojmë rrobat, ka njëherë kur vjen musafir kem tjera rroba, kur përgatitim në shtëpi tjera rroba, kur dalim tjera rroba, kështu me radhë. Kjo thot nuk do të thonë që لما أنعم الله علينا فلا بأس أن تتخذ المرأة ثوبا للصلاة وثوبا للبيت والأولاد ولا نقول إن هذا من باب الإسراف. Pra nuk ka gjë të keq nëse një grua përdor rroba të ndryshme, se kjo është mirësia e Allahut, nuk futet në teprim, nuk futet në teprim. Nga dobitë e hadithit është جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها. Pra lejohet me u fal në atë tesh, në atë petkë që pastrohet, njëjtën, pra kur të pastrohet me të duhet të mund të falesh. Po ashtu patjetër duhet me qenë ujë dhe ana izalati an-najasa min ath-thawb alladhi yusalli fihi shartun li sihhati as-salah. Për kusht për mësimeve që nxjerrim nga ky hadith që pastërtia është shtyllë për shtyllave, kusht i kushteve të namazit. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kurzuar pasi të pastrohet, duhet të falemi. Kjo sa i përket në lidhje me këtë hadith. Babul wudu. Tema në vijim lidhje me pastërtinë, pra përfshihet el wudu, abdesi. Temë në veti tani me abdesin lidhje me pastërtinë. E para çka është abdesi? Abdesi është at-ta'abbudu lillahi bit-tathhir al-a'dha' al-arba' ala sifatin makhsusa. Adhurimi i Allahut, të adhuruarit e Allahut, duke i pastruar 4 gjymtyrët e trupit në formë të caktuar. Bi sifatin makhsusa, pra në formë të caktuar. 4 gjymtyrët e trupit. Pastaj përmend disa dobi Sheikh Uthaymin rahimullah, disa dobi të abdesit, dhe thot wal wudu'u min afdalil a'mal. Abdesi është nga veprat më të dashura të Allahut. Wa lahu fawaidu kathiratun minha. Dhe ka shumë dobi abdesi. E para, gjatë dimrit dhe gjatë kohës kur është njeriu në të ftohtë, sigurisht se përballet me vështirësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar besimtarin i cili merr abdes dhe ka thënë, pra i ka përgëzuar që do t'ju shlyen mëkatet, çdo pjesë, çdo pikë ujit, pra gjatë abdesit pastrohet njeriu nga gjunat, isbaghul wudu' ala al-makarih, i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata të cilët marrin abdes gjatë periudhës kur ndjejnë vështirësi, o kathratul khuta ila al-masajid, hapa të shumë që shkojnë në xhami, o intidharu salati ba'da as-salat, dhe me prit namazin deri namazin e tjetër. Po ashtu, për dobive të hadithit është që ka ardhur në argumente që njeriu pastrohet nga gjunahet. Përveç pastërtisë trupore që ka evitimin e gjërave të ndyta, apo ka gjëra që nuk janë të papastërta, mirë po nuk futen në atë kategorinë që njeriu duhet, pra mund të jenë i pluhrosur, mund të ketë ndjersitje, mund të ketë. Gjithë ato, njeriu duhet me qenë i pastër, njeriu duhet me qenë sa më i pastër. Sepse jo çdo pjesë që është e papastër ligjërisht, njeriu nuk duhet pra ta neglizhoj këtë çështje. Andaj abdesi e pastron trupin, mirë po njëkohësisht e pastron njeriu edhe prej gjunaheve. Për dobive të të abdesit është, ne e pasojmë sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po ashtu e përfillim urdhnin e Allahut,
ku Allahu thotë që keni besuar, kur ngriteni për namaz, pra faksilu wujuhakum wa aydiyakum, pra lani fytyrët juaj dhe duart e juaja. Dhe nga dobit e këtij hadithi është, nga dobit e abdesit është, se abdesi huwa khas bi hadhihi al-umma, nga veçoritë që i ka abdesi për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, annahum yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjilin min athar al-wudu. Në ditën e gjykimit, umeti Muhamedit alayhi salatu wassalam do të dallohet me diçka që nga umetet e tjera. Me çfarë dallohen? Ghurran muhajjilin. Çka do të thonë ghurran muhajjilin? Në ditën e gjykimit, fytyra ka me pas një dritë e muslimanit që ka marrë abdes, pra i që ka qeni umetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe muhajjilin në dur edhe në këmbë që kemi marrë abdes, do të ketë nur, do të ketë dritë. Pra shifet njeriu duke ecë, edhe ka një pra sikur një sheje barë që dallohet te një kafshë e bukur që e veçon, ashtu do të thonë ghurrën, pra ka zbukurim njeriu, zbukurim, dritë, nur në ditën e gjykimit. Dhe kjo është prej gjërave të bukura që do ta ketë besimtari në ditën e gjykimit. Pastaj thot sheikhi wal wudu'u lahu sunan, abdesi ka sunete, ka farze, ka obligime, dhe famin sunnetihi, prej suneteve të tij është as-siwak, wa daliluhu al-hadith al-ati. Dhe prej suneteve të abdesit është miswaku. Pra ndërlidhet prapë me pastërtinë, sepse kapitulli është kapitulli i pastërtisë. An Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Sikur të mos ishte e rëndë për ummetin tim, unë do të obligoja, do ta urdhëroja, do ta bëja urdhër, vendim që të përdoret misvaku në çdo marrje të abdesit. Hadithin e transmeton Malik, Ahmed ibn Nesai wa Sahih ibn Khuzaimah. Ky është një hadith që Sheikh Uthaymeen rahimullah na jep disa dobi shumë të mira. Laula an ashqa ala ummati, pra sikur të mos ishte e rëndë për ummetin e tij. Sheikhi thot, çka është për qëllim ummeti i tij? Sepse ka dy ummete. Ijabatu ummatul ad-da'wa wa ummatul ijaba. Ummeti që është i ngarkuar pra me përgjigje që gjithë do të thirrën Islam, dhe ummeti që i përgjigjen. Ummatud da'wa përfshihet çdo njeri që ka jetuar nga shpallja e Kuranit, pra nga ardha e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e deri në kiamet, pavarësisht çfarë kohë jeton, çfarë ngjyre, çfarë vendi, kudo që është në këtë dunja, ai është i obliguar me u përgjigj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra, krishterët, jehudët, budistat, gjithë krijesat tokë që i ka krijuar Allahu njerëzit, duhet me u përgjigj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe krejt njerëzimin tokë, pra, ummetu dawa, janë ummeti që janë ngarkuar me ju përgjigj. Ndërsa ummetu ijaba, ummeti që ju kanë përgjigjemi na, ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, jemi muslimanët. E kjo fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo pjesë, sikur të mos ishte e vështirë për ummetin tim, këtu bëhet fjalë vetëm për ata që kanë pranuar Islamin dhe kanë besuar Allahun. Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk do të thonte që do ta bëja obligim për ata që s'ju kanë përgjigjë Allahut dhe dërguarit e tij. Sepse atyre kur dobije nuk ju bën misvaki, qoftë edhe namazi, agjërimi, nëse ata nuk e besojnë Allahun. Prandaj shumë ajete që janë në Kur'an, ja juhan nas, o ju njerëz, në vijim vijnë gjëra që i thret Allahu të gjithë njerëzit, ndërsa kur thotë ju që keni besu, atëherë përmendet agjërimi, përmendet xhihadi, përmenden, do të thonë gjërat që janë të lehtëshme në Islam. La amartuhum bis-siwak. Siwak pra është miswaki, është një lloj druri që ka përdorur pejgamberi alayhis salatu wassalam,
që e ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë siwaku matharatun lil fammi mardhatun lir rabbi, miswaki është pastrim për gojen dhe është vepër që Allahu është i kënaqur me të. Ma kulli wudu, me çdo abdes, yashmalu al-wudu al-wajib wal-masnun. Pra bëhet fjalë për abdesin që është për farz dhe për sunet. Nuk na ka qartësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam a duhet gjatë marrjes abdes, a duhet para abdesit, a duhet pas abdesit, thotë Sheikhu Themini. Mirë, po dietarët e kanë pëlqyer indal madmada, pra kur njeriu e fut ujin në gojë. Këta e kanë pëlqyer si veprim. Por mundesh para abdesit, gjatë abdesit, kështu nuk ka rëndësi kjo, mirë, po e kanë pëlqyer dietarët, si e kanë dhënë një mendim që ndoshta al madmada ku gjen momenti i shpërlarjes së gojës. فوائد هذا الحديث كم ديسا دوبيت كتي حديثي أبارا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معلوم بالضرورة مشيرة شاكا باس بيغمبر عليه الصلاة والسلام بروميتن اتي محمد بروميتن اتي لأنه ثابت بالتواتر pra argumentet gjitha ndej kanë ardhur që kanë dëshmuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëmshuri për umetin e tij. Mjafton ajetin Kur'an, ku Allah Azza wa Jalla përmend se si ju ka ardhur i dërguar, kuptimi i ajetit, ju ka ardhur i dërguar juaj në mesin e juaj, i cili ka brengt që ju nuk uzoheni, harisun aleikum, është i zelshëm, i kujdesshëm që ju të uzoheni, bil mu'minin raufur rahim, dhe për besimtarët është i mëshirshëm, është i butë. Dhe dobia tjetër, anë Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu dëgjoni me vëmendje, kjo dobi shumë të rëndësishme që përmend Sheikhu Themini rahimahullah. Pra kjo është një prej dobive që duhet i kushtoni vëmendje. Anë Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu an yajtahida fil ahkam. Pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka takuar që të merë dhe t'japë mendim në dispozita. Ka thënë i dërguari Allahut, si kur të mos ishte e rënd për umetin e tim, unë do t'a bëja obligim. Në këtë rast, nuk ka thënë, si kur Allahu nuk më ka obliguar, po ka thënë, si kur të mos ishte e rënd për umetin tim, do t'a bëja obligim. Thot Sheikhu Themini rahimullah, idhen, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yajtahid. I takon, i përket Muhamedit alayhi salatu wasallam që të jap mendim, që të jap një vendim. Thumma in aqarrahu Allahu azza wa jalla. E nëse miraton atë vendim Allahu, ajo është e ligjshme, është shariat. Wa hadha huwa al-asl. Dhe kjo është baza. Wa in lam yuqarrahu Allahu irtafa'a al-hukm. E nëse një veprim të pejgamberit alayhis salatu wasallam apo një fjalë të pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk e pranon Allahu, ajo më njëherë shfuqizohet dhe nuk është e ligjshme. Ka kësi raste dhe ka momente gjatë jetës pejgamberit alayhis salatu wasallam, por shumë pak dhe shumë të ralla, ku Allahu azza wa jall i ka dhënë korrigjim pejgamberit alayhis salatu wasallam. Për shembull. Pra, çdo një duhet ta keni qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë masumun, i pagabushëm. Për çfarë ka qenë i pagabushëm? Për çështjet e halalit, për çështjet e haramit, për çështjet e ibadetit. Pra, jo gabimet natyrshme, sepse ai në vend 4 rekateve ka pas moment që i ka fal 5 rekate. Apo në vend me fal 4 i ka fal 2. Këto janë gabimet natyrshme. Por kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar, kjo është e ligjshme, kështu duhet veprojmë. Çdo veprim i pejgamberit alayhis salatu wassalam, çdo veprim i pejgamberit alayhis salatu wassalam që nuk ka argument nga Kur'ani, ajo është miratim për shpalljes. Pra është miratim. Dhe kjo është e ligjshme. Sepse në disa raste Allahu ka zbritur Kur'an edhe ka çortu pejgamberin alayhis salatu wassalam apo e ka përmirësuar. Për shembull, luftën e Tebukut. Luftën e Tebukut ka qenë një sprovë shumë e madhe. Luftë më shku me u përballë me romakët. Se ku e ka bëu pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra
ka qenë një prej betejave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgatit. Ka qenë shumë moment i rëndësishëm, rrugtimin të Tebuk. Dhe kanë ardhur munafikat e kanë pyet pejgamberin alaihi salatu wasallam. Pa u nis, kanë kërku leje. Kanë thonë, kom këtë arsyetim, nuk mund vi, kom këtë edhe i ka liju pejgamberi alaihi salatu wasallam. Ju ka dhënë leje. Por Allahu ka thënë, afa Allahu anke, Allahu të ka falë ty. Pra, ja si e qërton Allahu të dërguarin e tij duke filluar me falje. Pra, mënyrën më të butë, më të mirë me të dërguarin e tij. Afa Allahu anke, Allahu të ka falë ty, lima adhinte lahum. Kur ti ju ki dhënë leje munafikau, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Ti ju ki dhënë leje në një periudhë që nuk ka qenë momenti ata që më u shfaq kush janë munafikat, kush janë munafikat. Pra, kur të merrej rrugtimi edhe të vendosej rrugtimi për me shkuën te Tebuk, aty dahet më kush është i sinqerti dhe kush është i sinqerti. Sepse mund të ketë në Medinë njerëz sinqert që kanë pas nevojë, shembull, arsyetim, edhe këtu nuk mund të dallojë se cili është hipokriti e cili është hipokriti. Për këtë arsye, Allahu e ka përmirësuar pejgamberin alayhis salatu wasallam që është dashur që ata të bëhen sprovë. Pra pasi që të nisen, edhe aty ishin dalluar hipokritat. Pastaj kemi një argument tjetër. Allahu ka thënë, pra Allahu në këtë rast i ka treguar pejgamberit alayhis salatu wasallam se si është dashur të veprohet. Një argument tjetër. Ja ayuhan nabiyyu, o ti dërguar, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Pse po ja ndalon vetes një diçka që Allahu ta ka bëu halal? Tabtaghi mardata azwajik, po kërkon që gratë tua të jenë të kënaqura. Çka është kuptimi i këtij ajeti? Pra Allahu po i thot pejgamberit alayhis salatu wasallam, pse po ndalon ti, pse po bën haram vetes një diçka që me i kënaq gratë tua, që ato me qenë të kënaqura me ty, diçka që ta ka lejuar Allahu. Pra e ka korrigju pejgamberin alayhis salatu wasallam. Për çfarë bëhet fjalë? Këtu e përmendin dietarët, e përmendin argumentet dy raste. E para, Marja al-Qibtiyya, pra ka qenë një robresh, ja ka dërgu perandori i Egjiptit, al-Muqawqis. Pra kur ka bëu pejgamberi alayhis salatu wasallam marrëveshje në Hudejbijes, e ka shfrytzuar rastin dhe ju ka shkruar perandorëve romak, persian, në Yemen, edhe i ka shkruar te Egjiptit, al-Muqawqis. E dini, perandori romak e ka respektu mesazhin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, perandori Kisras i Persis e ka shky, për të cilin ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, mazzaqallahu mulka, Allahu ja shkatrof, pra mazzaqa, tamzik do të thonë me shky. Allahu ja shkefci me thonë shkatrof pushtetin e tij dhe në periudhë shumë të shkurt djali i tij e ka myt edhe ju ka shkatru pushteti. Dhe është interesant që sikur ta përmendin dietar, sikur ta kishte respektu ky mesazhin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, sikur Herakli do t'i mbette pushteti me vite me shekuj. Por të rikthehem te ajo çështja ku jemi. Marja al-Qibtiyya është nëna e Ibrahimit, foshnjës së vogël të mëtmueshme që i ka vdek pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 7 fëmijë me 7 fëmijë me Khadijën, edhe ka pas Ibrahimin me Marije. Pra 4 vajza i ka pas pejgamberi alayhis salatu wasallam, Abdullahun edhe Al-Qasim, 6 po. Do të thonë 4 vajza e 3 janë. 6 i ka pas me Khadijën dhe 1 e ka pas me Marja al-Qibtiyya. Marja al-Qibtiyya, mbreti i Egjiptit al-Muqawqis, ja ka dhuru pejgamberit alayhis salatu wasallam, pra këtë robresh, si shaj respekti, po se ka pranuar Islamin. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam
pra e ka marrë këtë Merje Kiptije që ka pas Ibrahimin e vogël me të. Dhe i ka vdek 18 muajsh. Tani, xhelozia e natyrshme e grave është e natyrshme që nga natyrshmëria që i ka kriju Allahu, gratë kanë xhelozi. Aisha radiallahu anha dhe Hafsa, të dyja, pra sikur i kanë dhënë shenjë, apo më falni, pejgamberi alayhi salatu wasallam me Merje Kiptije ka hyrë të shtëpia e Hafsës, të dhoma e Hafsës. Dhe ajo ka shpreh pakënaqësinë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë që unë nuk do t'i afrohem më Merjes. Pra, nuk do t'i afrohem më Merje Kiptije. Dhe ky ajet e përfshin këtë. Pra, si ja bën haram vetës që me këtë robresh të mos flesh më me të për shkak të Hafsës. Pra, kjo është korrigjim. Kjo është jo një mendim, por një argument që futet në këtë ajet. Po ashtu e përmendin dietarët me argumente që Zeynep, pejgamberi sa ose ka qëndruar te Zeynep në dhomën e saj dhe e ka pas domethënë një lloj mjalti që ja ka dhënë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hafsa dhe Aisha radiallahu anha kanë pas pra ghira dhe ato të dyja kanë bërë me fjalë që mi thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam, po të vjen një lloj era, një lloj druri. Pra kanë shfash një lloj shqetësimi për pejgamberin alayhis salatu wassalam, por e kanë pas qëllimin që ai po rrinte Zeynep radiallahu anha. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë që pra nuk do të ha më mjalt për shkak të kësaj ere. Pra nuk do të ha më mjalt. Ja ka ndalu vetes mjaltin. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmend pse bën ti haram mjaltin me hungër për shkak me arrit kënaqësinë e Aishës dhe të Hafsës. Pra këtë dyja njëjtën përgjigje e dha Sheikh Fozani që i përmendin të dy rastet. Ndërsa shpesh herë i përmendin dietarët njërin rast apo tjetrin lidhje me sharimin e këtij ajeti. Pra, ja juhën nebiju, o ti pejgamber, lime tu harrimu ma ahallallahu lak. Pse po e bën haram diçka që ta ka leju Allahu, ty tabtaghi mardate azwajik, ma arrit qëllimin e kënaqësisë apo për t'i kënaqur bashkëshortët tua. Pra ku është kjo dobi që nxjerr Sheikh Uthaymeen rahimullah te fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do t'ju kisha urdhëruar. Pra nëse na urdhëron Allah, pejgamberi alayhis salatu wassalam një diçka dhe nuk ka shpallje që e shfuqizon, ajo mbetet e ligjshme. Ajo mbetet e ligjshme. Edhe një shembull e ka përmend Sheikh Uthaymeen rahimullah, luftën e Bedrit. Ma kana lin nabiyin ajeti kuranor që përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Anfal, kuptimi i ajetit nuk i takon një pejgamberi që të merr rob përderisa të ketë fuqi në tokë. Pasi ka ndodhur lufta e Bedrit, pejgamberi i ka nxorr rob një 70 vet. Dhe çfarë të veprohet me ata rob? E dini periudhën e luftës së Bedrit. Lufta e Bedrit nuk ka qenë periudhë që muslimanët kanë pas fuqi. Pra, lufta e Motes, kur kanë marrë udhtim, lufta e Tebukut, çlirimi i Mekkës, ka qenë fuqia është shumë e rëndësishme. Prandaj lufta e Bedrit ka qenë luftë që Allahu ka dashur me ndihmu muslimanët. Kanë zbrit me lajket. Numri ka qenë i pabarabartë. Ai rregull nuk vlen, numri që ka qenë luftën e Bedrit, nuk vlen mu deri në ditën e gjykimit me qenë i njëjtë. Pra, nuk lejohet në Islam me luftu 300 me 1000. Me 1000 e më shumë. Pra kjo ka qenë vetëm specifike luftën e Bedrit. Pra pe kushteve të xhihadit është ne vetëm që
me vite, me dekada, vetëm i përsërisim fjalët dhe fjalët e ulemarëve të sunetit, që një prej kushteve të xhihadit, kushteve të rëndësishme të xhihadit është fuqia, me pas kudre. Pa pas fuqi, la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Mos e çoni veten e juaj në shkatrim me tuart e juaj, thot Allahu. Kjo është argument i qartë që po e përsërisim në mënyrë të vazhdueshme, që prej kushteve të xhihadit, që xhihadi ka me mbet deri në kiamet. Ai që mohon xhihadin është pabesimtar, ai nuk është musliman. Dhe ehli suneti asnjëherë, as imam të sunetit, asnjë prej tyre nuk e kanë mohuar xhihadin dhe nuk e mohojnë xhihadin. Dhe një musliman që spaku i kupton çështjet e fesë, është fillestar, beson Allahun ditën e gjykimit, nuk e mohon xhihadin. Sepse me mohu xhihadin nuk je musliman. Sikur çështja e namazit, sikur çështja e xherimit. Por pasues të bidatit i sulmojnë nga gjitha anët, kur ti nuk i përkra rrugën e tyre të devijuar, rrugën e tyre do të thonë që as nuk përkon me argumente shariatike, as nuk përkon me logjiken, as nuk përkon, do të thonë vetëm marrveshjen ku e ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. Marrveshjen ku e ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam me ensarët, takimin e parë, beja al-aqaba al-ula wa thani. A dini që ka qenë marrveshje të fshehta. Është taku pejgamberi alayhis salatu wassalam me grupin e parë, me grupin e dytë. Kur u taku me grupin e dytë, shejtani me zërin më të lartë e ka ngrit zërin djalli, edhe i ka thirrë banorët e Mekkës dhe ju ka thonë Muhamedi dhe shokët e juve, edhe shokët e tij janë ka dorë një sulmu Mekkën. Dhe i ngrit mushrik, kanë dëgju, si, këtu bëhet fjalë para emigrimit, para hijrëtit. Zëri djallëzor është ai që i thret me i fut në konflikt musliman kur s'kan fuqi. Pra, vetëm këtë argument me pas musliman me kuptu mirë, pra pse djalli pati qef, shejtani pati dëshirë që me i fut në konflikt, sepse Muhamedi alayhis salam kishte vetëm një grup të vogël. Nuk kishin armatim që mu përmballë me mushrikët. Ta kishin me mira mushrik aty. Ishin të përgatitur, do t'i vrisnin. Nuk do t'a lejonin Muhamedi alayhis salam as me dalë prej Mekkës. Prandaj, një prej kushteve të rëndësishme të xhihadit është al-qudra, është fuqia. Prandaj lufta e Bedrit është e veçantë. Aty është Furqan. Dhe çfarë i thot Allahu subhanahu wa taala? Dhe tash Muhamedi alayhis salam e ka diskutuar me sahabët çka me bë me robrit. A me i liru, a me kërku shpërblim, apo me ekzekutu. Ka kërku mendimin e Ebu Bekrit. Ebu Bekri radiallahu anhu ka thonë, t'i lirojnë. Ndoshta uzohen, pranojnë Islamin. Disa sahabe kanë pëlqyer mendimin e Ebu Bekrit. Këtë mendim e ka pëlqyer dhe pejgamberi alayhis salam. Omer radiallahu anhu ka thonë, oj dërguari i Allahut. Ka thonë gjithë secili ta gjon të afërmin e vet, edhe ta ekzekuton. Qartësohet se këtu është çështja e fesë. Pra, këta të luftuan i dërguari i Allahut, këta janë armiqtu, këta janë kryesorët. Por caktimi i Allahut dhe pejgamberi alayhis salam e mori këtë vendim. Mos me ekzekutu. Pra dhe i mori rob. Pra i mori rob pejgamberi alayhis salam. Të nesërmen, kur erdhi Omer radiallahu anhu, i pa duke çajt, edhe pejgamberi alayhis salam, edhe Ebu Bekr. Dhe i tha, çfarë po çani, që të çajdhun me ju. Atëherë pejgamberi alayhis salam ja citoi ajetin që nuk i ka taku pejgamberit alayhis salam me marrë rob. Po çfarë thot Allah? Laula kitabun min Allahi sabaq. Allah i ka thonë Kur'an. Sikur të mos ishte e shkruar më herët, të qartësuar më herët në ajete tjera që e keni të lejuar plaçkën. Pra në esencë ka qenë lejuar me marrë plaçka. Sepse ata kanë dalë me marrë karvanin e Ebu Sufjanit. Pra nuk kanë pas haram. Lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. Pra ajeti e përmend që nuk i takon një pejgamberi me marrë rob derisa ata të fuqizohen, të kenë fuqi. Dhe ka filluar me çajt edhe Omer radiallahu anhu. Pra kjo është një prej atyre manaqib
pra vlerave që i ka pas, mirësive që i ka pas Omeri radiallahu anhu, që e ka qëllu shpalljen. Pra e drejta ka qenë ashtu siç ka thonë Omeri radiallahu anhu. Nga ky argument Sheikh Uthaymin rahimullah përmend të tri argumente nga Kurani me shkakun e zbritjes për të qartësuar se atë që e miraton Kurani Allahu subhanahu wa taala, atë që e miraton Allahu. Dhe çka do të thotë miratim kur nuk ka shpallje që e shfuqizon. Për shembull, ka qenë el-azl. El-azl është domethënë kur njeriu gjatë kontaktit mendon që të mos mbet gruaja shtatzan. El-azl. Pra besoj është e qartë. A është e lejuar apo nuk është e lejuar? Edhe me çfarë kanë marrë argument që është e lejuar? Kanë thënë se këto e kanë vepruar sahabët në kohën kur ka zbrit shpallja. Sikur të ishte e ndaluar, sikur të ishte një vepër, kjo vepër e ndaluar, do të qartësohej. Prandaj, fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam se do t'ju urdhroja i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka takuar që të urdhroj, që të ndaloj. Dhe sigurisht se u zgjat pak tema, por hal al-wudu khas bi hadhihi al-umma aw huwa lil-umam kulliha? Abdesja është i veçantë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si pyetje për ashton Sheikh Uthaymin. Abdesa kanë marrë edhe pejgambert, edhe popujt e mëhershëm. Apo është i veçantë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Sheikh Uthaymin, al-wudu 'amun lil-umami kulliha. Abdesi është vepër që kanë pas gjithë umetet e kaluara. Gjithë umetet e kaluara. Umeti Musait, Isait, Nuhut e krejtë. Ka edhe argumente që për shembull Xhurejxhi, e dini Xhurejxhin që e kanë akuzuar, hadithi që është i njohur, që kanë akuzuar për zina, edhe ka thonë të marr abdes edhe të falna. Pra të marr abdes. Por thotë Sheikh Uthaymin, ajo çka është e veçantë abdesi i këtij umeti është ghurrun muhajjalin. Pra në ditën e gjykimit, balli, fytyra apo balli dhe duart dhe këmbët kanë me pas nur. Pra kanë mu dallu umeti Muhamedit alayhis salatu wasallam me këtë dritë. Dhe kanë ardhur po ashtu thot inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah, përmendim hadithin. Umeti im do të thirrën ghurran muhajjalin min athar al-wudu, pra do të thirrën ditën e gjykimit nga gjurmët e abdesit. Fadhahir at-takhsis hadha wa thawabu alladhi yahsulu li hadhihi al-umma. Fat Allah alam, kjo është e qartë që ky lloj shpërblimi ditën e gjykimit është i veçantë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur është mirë me përdorur misvakin, thotë el-wudu inda salat, inda istiqad, gjatë marrjes së abdesit, gjatë namazit, inda istilqad, e kështu me radhë. Edhe një meselë edhe me këtë përfundojmë, a mund të zëvendësohet diçka me misvakun, thotë Sheikh Uthaymin, mendimi im thotë është se mund zëvendësohet. Pra, me çdo mjet me të cilin pastrohet mirë goja, zëvendësohet me misvakun. Edhe pse ka disa dietarë që shohin që duhet me qenë strikt vetëm misvaku. Por Sheikh Uthaymin rahimullah thotë që inshallah thotë fa innahu yahsulu min as-sunnah ala qadri ma hasala lahu min at-tanzih. Pra aq sa e pastron gojen vetëm se e arrin qëllimin e sunetit inshallah. Kjo ishte për sonte, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.